Përshëndetje miq, me vetëm me 3 përbërës bëra këto petet për sufllaqe që dalin të buta, shumë të mira dhe me plot shije. Pra ju mund të bëni vetë petë për sufllaqe në shtëpi dhe përgatiten shumë lehtë. Si fillim në një anë hedhim mielin, kripen dhe ujin e nxehtë. Uji duhet të jetë shumë i nxehtë. I përzi mirë, pastaj brumin e kalojmë në tavolinën e punës. E punojmë për 2-3 minuta dhe brumin e kemi gati. Më pas, brumin e hapim kështu, pak sa me dorë dhe e presim në copat e vogla. Këtyre copave ju japim formën e rrombullakët. E mira e kësaj recete është se brumin nuk e lëm të pushojnë, por e hapim direkt. Më pas, e hapim secilin kulaç, ja kështu duke hedhur nga pak miell. Petet duhet të hapen sa pëllën badorës. Pastaj secilën petë e pjekim në tigan, pa i hedhur asnjë pikë vaj. Petet i pjekim në temperaturë mesatare, duke i rrotulluar sa në njërin anë dhe sa në tjetrën anë, her pas here. E kështu i pjekim të gjitha petet. Tani petet i kemi gati. Unë i kam mbushur me një salcë me kastraves dhe hudhër, sallat jeshile, domate, mish, patate, majonezë. I kam mbledhur ja kështu dhe tani sufllaqet i kemi gati për t'i shërbyer. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju bof mirë nëse e provoni. Faleminderit.